Atmosfera e festave të fundvitit ka mbritur në qendrën e autizmit në qytetin e Elbasanit përmes një nisme humanitare të ndërmarrë nga Fondacioni Mbretëresha Geraldin. Në një vizitë të ngrohtë dhe plot emocion, Princ Leka i shoqëruar nga e fejuara e tij Blerta Celibashi dhe vajza e tij, princesha e vogël Geraldin, ka ndarë dhurata dhe momente gëzimi me rreth 70 fëmijë që marrin shërbime në këtë qendër. Princ Leka u prit nga kryetaria e Këshillit të Qarkut Ermira Urupi, e cila e njohu me punën e jashtëzakonshme që stafi i kësaj qendre bën me fëmijët. Qëllimi i kësaj vizite ishte përcjellja e mesazhit të solidaritetit dhe kujdesit ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Gjatë aktivitetit, familja mbretërore u ndal pranë çdo fëmie, duke bërë që kjo festë mbetet gjatë në kujtesën e tyre. Gëzimi në sytë e fëmijëve është dhurata më e bukur që mund të marrim në këtë fundvit, u shprehën përfaqësuesit e fondacionit gjatë aktivitetit. Fondacioni Mbretëresha Geraldin njihet për angazhimin e tij të vazhdueshëm në projekte sociale dhe mbështetjen e shtresave në nevojë. Kjo nisëm në qytetin e Elbasanit vjen si pjesë e kalendarit të aktiviteteve të fundvitit, duke u fokusuar tek fëmijët që kanë nevojë për më shumë vëmendje e dashuri. Përveç dhuratave, prania e princit Leka dhe familjes së tij solli një frymë shprese dhe mbështetjeje për prindrit dhe stafin e qendrës, të cilët punojnë çdo ditë për integrimin dhe mirëqenien e këtyre fëmijëve.